U largua nga banesa 3 javë më parë gjendet i pajet 77 vjeçari i zhdukur. Një ngjarje e rëndë është regjistruar ditën e sotme në Pogradec, ku u gjet i pajet 77 vjeçari që ishte raportuar i zhdukur prej më shumë se 3 javësh. Sipas informacioneve paraprake bëhet fjala për shtetasin NM, i cili ishte larguar nga banesa që në datë 6 qershor ishte bashkëshortja e tij ajo që kishte kallëzuar zhdukjen e tij në polici duke u alarmuar nga mungesa e tij. Trupi i moshuarit është gjetur pa shenja jete këtë të njëjtën në fshatin Piskupat. Policia është nisur drejt vendit të ngjarjes dhe aktualisht po punon për të sqaruar rrethanat e vdekjes. Ende nuk dihen shkaqet e sakta të ndarjes nga jeta të 77 vjeçarit, ndërsa priten rezultatet e ekspertizës mjekoligjore dhe të hetimeve paraprake.